Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Prokuroria Speciale ka ndaluar një person në ndyshimin për përfshirje në sulmin terrorist të Banskës në Zveçan. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se i dyshuari është arrestuar nga policia në Merdar dhe i njëjti me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë. I arrestuari dyshohet për kryerje të veprës terroriste dhe vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Kosovës. Lidhur me këtë rast, ka reaguar Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, i cili në një postim në Facebook ka thënë se terroristët nuk kanë vend në vendin tonë e as nuk do të mund të ikin përgjegjësisë pafundësisht. Sot u arrestua edhe një terrorist i dyshuar në kërkim, Stefan Radulović, në lidhje me rastin e sulmit terrorist në Bansk, me qëllim aneksimin e veriut. Ata do të kapen kudo që hasen, ka shkruar Sveçla. Për sulmin terrorist në Bansk akuzon 45 persona, ndërsa emri Radulovićit, që arrestua sot, nuk figuron në listën e të akuzuarve. Situata në protestën e Partisë Demokratike që organizuan orët e mbrëmjes përpara kryeministrisë në Tiranë është përshkallëzuar pas përfundimit të fjalës së kryedemokratit Sali Berisha, ku protestuesit kanë hedhur molotov dhe fishek zjarre drejt kryeministrisë. Forcat e policisë kanë ndërhyrë për të shpërndarë turmën, duke përdorur ujë dhe gaz lotësjellës. Më pas, protestuesit janë drejtuar para parlamentit, ku ka vazhduar situata e tensionuar dhe protestuesit sërish janë zbrapsur nga ndërhyrja policisë. Si pasojë e tensioneve, 4 persona kanë mbetur të lënduar dhe janë transportuar në Spitalin Universitar të Traumës për ndihmë mjekësore. Sipas të dhënave, në mesin e të lënduarve është një efektiv policie dhe 3 deputet të Partisë Demokratike. Po ashtu, disa persona janë arrestuar. Kryeministri Albin Kurti, antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm aspirat, por nevojë për demokraci më të fortë, zhvillim ekonomik dhe siguri afatgjatë për gjithë rajonin dhe vetë kontinentit. Gjatë qëndrimit në Barcelonë të Spanjës, në kuadër të Global Progressive Mobilization, Kurti ka thënë se rajoni ynë nuk duhet të shihet si periferi e Evropës, por si pjesë integrale e saj historikisht, kulturalisht dhe politikisht. Për gjatë diskutimit, gjithashtu u ka theksuar se vonesat në procesin e integrimit krijojnë hapësirë për ndikimet të jashtme dhe rreziqe gjeopolitike, prandaj duhet një qasje më e vendosur dhe më e shpejtë ndaj zgjerimit të BE-s. Në këtë kuptim, vizioni dhe pragmatizmi sot nënkuptojnë integrimin e shpejtë të Ballkanit Perëndimor si pjesë e projektit evropian, ka shkruar Kurti. Projekt ligji për byron shtetërore për verifikimin e pasurisë ngjalli debat në Kuvendin e Kosovës mes pushtetit dhe opozitës. Megjithatë, ai u miratua me 81 vota për dhe 25 abstenime. Gjithashtu, deputetët votuan për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në misionin në Gaz, ndërsa asnjëri kandidat për gjyqtar në kushtetuese si mori votat e mjaftueshme nga deputetët. Kuvendi i Kosovës nga deputetët e Kuvendit për të propozuar në këtë pozitë, ka bërë të ditur kryetarja e Kuvendit Albulina Xhiu, e cila ka shtuar se duhet përsëritur konkursi. Ndërsa projekt ligji për energjinë dhe ai për energjinë elektrike nuk i morën votat e mjaftueshme për të përfshirë si pika të rendit të ditës me kërkesë të vetëvendosjes. Partitë opozitare kritikuan qasjen e pushtetit, duke e cilësuar si përpjekje për kalim të ligjeve pa kohë të mjaftueshme për vlerësim dhe diskutim. Pjesa e parë e seancës u karakterizua nga përplasje mes deputetëve. Seanca e së premtës e Kuvendit nisi me kritikën ndaj partisë në pushtet që kërkojnë ndryshimin e rendit të ditës. Vetëvendosje kërkoi futje në renditet të 2 projekt ligjeve, atë për energjinë dhe për energjinë elektrike. Vota spati për t'i proceduar tutje, megjithatë para se të votohej, u hodhen akuza, siç u tha, për tentim të kalimit të këtyre projekt ligjeve pa diskutim të thellë.
Për ligjin për energji, lexoni nenin vetëm një ju kisha lut. Nenin 26 të ligjit për energji. Jeni kthy në 2006-ën. Jeni kthy ku i bart një asetet kompanive private. Jeni kthy atje ku preket struktura organizative. E kundërshtojmë absolutisht mënyrën e tillë të imponimit të ligjeve në seanca të rregullta, në mënyrë jashtë procedurave të rregullta. Është kërkesë e cila edhe njëherë tenton të fut ligjet në trajtim pa një konsultim thellë duke parë ndryshime substanciale në ligj. Nen, i cili është vendosur në kohën e qeverisë Hashim Thaqit me ministret energjisë PDK-n, është në 2016 i rikonfirmuar prap në kohën e kryeministrit Isa Mustafës me ministër të energjisë të PDK-s prap. Ulun vend, deputet, lutem. Ulun vend. Ullun vend se nuk e merë fjallën, pa ta jep fjallën. Pas kësaj situate, Haxhiu në emër të grupit fjallën ja dha kreu të PDK-s Bedri Hamza. Ministre, mundet me hum Kosova paret, po ti e fajtore. Adresa jeni ju. Për shkak se nuk e keni procedu ligjin kohë. Shumica e ministrave të kabinetit Kurti nuk qenë pjesë e seancës, e pjesa më e madhe e pyetjeve ju drejtuan ministrit të infrastrukturës, Dimal Basha. Ndërsa në pjesën e deklarimeve jashtë rendit të ditës, deputeti Artan Behrami ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës që të ftojë për raportim kryetaren e gjykatës speciale Ekaterina Trendafilova. Behrami nga foltorja e Kuvendit theksoi nevojën për një gjë të tillë, siç tha, pas shkeljeve dhe shqetësimeve të ekspertëve kosovar dhe atyre ndërkombëtar lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar protesta duke kërkuar nga institucionet e vendit miratimin e ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës. Përfaqësuesit e saj thonë se kërkesat e adresuara krerëve të shtetit kanë mbetur pa përgjigje. Nënkryetari i OVL UÇK-s Gazmen Sylla në një konferencë për media bëri të ditur se organizata ka dërguar 3 kërkesa drejtuar kryeministrit Albin Kurti dhe ushtruesës së detyrës së presidentës Albulena Haxhiu. Sipas tij, kërkesa kryesore lidhet me hartimin dhe miratimin e një ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është një kërkesë që ka 3 kërkesa tjera brenda kësaj kërkese. Bëhet fjalë për njëra që është më e rëndësishme për ne, është hartimi dhe miratimi i ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për kësaj date, prap 20 shkurt, në 2026, nuk ke marrë asnjë përgjigje lidhur me këtë kërkesë, qoftë eventualisht edhe për një takim vonshëm me krerët e këtyre 2 institucioneve. Sylla tha se mungesa e reagimit nga institucionet ka shtyr organizatën të konsultohet me strukturat e saj në të gjithë vendin, duke kërkuar veprim urgjent nga qeveria dhe kuvendi. Ai paralajmëroi se në mungesë të hapave konkret, veteranët do të ndërmarrin veprime protestuese. Ju bëjmë dije se ne kemi diskutuar me gjitha strukturat tonë, pra degët tona që i kena në përgjithë vendin, edhe kërkojmë nga këto, nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, që urgjentisht të marrë hapat e parë drejt fillimit të hartimit të këtij ligji, pra, dhe miratimit të këtij ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s sa më parë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s u ka bërë thirrje institucioneve që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për nisjen e procedurave ligjore, duke cilësuar këtë çështje si thelbësore për mbrojtjen e trashëgimisë së luftës. Kosova ka hyrë në 11 ditët vendimtare për zgjedhjen e presidentit sipas afatit të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Deputeti i LDK-s Lutfi Aziri deklaroi para fillimit seancës kuvendit se partia e tij dhe lëvizja vetëvendosje janë në konsultime për një marrëveshje lidhur me zgjedhjen e presidentit. Sipas tij, qëllimi është arritja sa më e shpejtë e një marrëveshje për ta siguruar funksionalitetin institucional. LDK-ja nuk është në bisedime për me ndru pozicione edhe nuk e ka qëllime për marrëveshje për pozicione, se ne mendojmë që është konzum politik.
ne jemi ndërsuar me bo marrëveshje për stabilitet politik. Dhe kjo angazhim joni na jep drejtën me thonë edhe një herë që ne jemi të angazhuar në thonë zgjidhje e vendit për president. Ata nëse jemi ku vendi pse jo qeveria, janë që është që na nxjerr jashtë vullnetit politik. Po vullneti politik është me dhënë vendit zgjidhje, stabilitet edhe mundësi për të zgjedhjeve, nuk kemi të interesuar. Në anën tjetër po dëgjojmë fjalor, dje në veçanti, e parë dje, fjalor politik që i përgjallë vitit kalum. Viti 2025, veti cilin nuk u zbatun zgjedhjet fare, dhe loja fjalëve kush është fajtori. Nëse vazhdojmë me bojë lojën kush është fajtori, atëherë gjithë jemi humës. Ndrojmë temë, në Prishtinë u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të lartë të mbrojtjes nga Kosova dhe Shqipëria. Në fokus të diskutimeve ishin bashkëpunimi ushtarak dhe siguria rajonale. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci ka zhvilluar një takim me homologun nga Shqipëria, Ermal Nufi. Në fokus të bisedimeve ishte forcimi i bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Gjithmonë me Republikën e Shqipërisë ne po vazhdojmë të ndërtojmë, thellojmë dhe zgjerojmë raportet tona bilaterale në gjitha fushat, por veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Gjatë takimit që patëm bashkë, e falenderova Ministrin Nufi për gjithë angazhimin e Republikës së Shqipërisë në mbështetje të Republikës së Kosovës, në veçanti në ndërtimin e kapaciteteve tona ushtarake. Diskutu me kolegun për bashkëpunimin që kemi, për thellimin e bashkëpunimit në gjitha fushat, veçanërisht edhe në të industrisë ushtarake, cila na përket të dy palëve. Bashkëpunimi këtë fushë shtetësore, për rritjen e kapaciteteve tona dhe garantimin e sigurisë të dyja vendeve, besoj që ky diskutim do vijojë edhe më tej me gjitha impjantat e prodhimit që po ngrihen si Kosovë si Shqipëri, si simbole vetëm të zhvillimit teknologjik dhe industrial në Republikë, por edhe të bashkëpunimit vllazëror dhe sinqert që ne kemi ndërmjet njëri tjetrit. Të dy ministrat theksuan rëndësinë e koordinimit të përbashkët për përballimin e sfidave rajonale. Në një garë intenzive 2 ditore të mbajtur në Kosovë, 44 ushtarak nga vendi dhe partnerë ndërkombëtar u përballën në 10 disiplina sfiduese në kuadër të garës Ushtari më i mirë 2026. Mes konkurrencës së fortë, Elvis Qitaku nga Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Hil Malaj nga Forcat Armatosura të Shqipërisë u dalluan për performancat e tyre duke u shpallur fitues. Një nga rastet më tronditëse të viteve të fundit në vend, po i afrohet epilogut gjyqësor. Vrasja e Liridona Ademaj, që shkaktoi reagim të madh publik, tashmë ndodhet në fazën përfundimtare të procesit gjyqësor. Prokuroria dhe familja kërkojnë dënimin maksimal për 3 akuzuarit, ndërsa mbrojtja vazhdon të kundërshtojë përfshirjen e tyre në këtë rast. Të martën pritet vendimi që do të përcaktoj fatin e të akuzuarve. Burgim të përjetshëm për Naim Urselin, Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën kanë kërkuar Prokuroria Themelore dhe familja e të ndjerës Liridona Ademajt, e cila u vra në nëntor të 2023-s. Për të dyshuarit e këtij krimi, të cilën familja e ka quajtur makabër, trupi gjykues do të thotë fjalën e fundit të martën me 21 prill. E në këtë seancë, 3 të akuzuarit kanë thënë se nuk do të marrin pjesë. Në fjalët përfundimtare, palët arsyetuan kërkesat e tyre ndaj trupit gjykues që treshja të dënohet maksimalisht. Leonardi ka dëshmuar se gjatë një vizite djali më i madh në prani të psikologut ka thënë hajni e futi dorën dhe i bëri mamit bam. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor kemi pasur mundësi të shohim 3 mbrojtje të mirëpërmendura. 3 skenar të ndryshëm të dhënë nga 3 të akuzuarit, në të cilët mundet të ju kenë zili edhe producentët dhe skenaristët e filmave të Hollywoodit. Kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cënon, e denigron Liridonën, vendin, shoqërinë dhe vetdijen e popullit tonë për këtë krim makabër. Vetëm vuajtja e dënimit të tyre lehtëson sadopak dhimbjen e familjes sonë.
Akuzat për vrasje i ka kundërshtuar Naim Urseli, i cili u betua se nuk ka të bëj asgjë me vrasjen e bashkëshortes së tij. Unë gjatë këtyre viteve prej ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizu kur farë vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen. As unë as fëmia. Edhe avokatet e dy të akuzuarve të tjerë kanë kundërshtuar dënimin e Kokallës dhe Plavës, duke thënë se nuk ka fakte që ata kanë vrarë Liridona Ademajn para pothuajse 3 vitesh. Në Drenic janë përkujtuar të masakruarit në fshatrat Poklek dhe Çikatov nga ushtria dhe policia serbe, të cilët pasi u vranë u adogjën edhe kufomat. Në këtë shtëpi në Poklek të Drenasit, 17 prilin e 1999, forcat serbe vranë me pas dëgjën fëmijë, gra e pleq të familjeve Muçolli, Elshani, Carako e Hoxha. Fadil Muçolli rrëfenën emocione për ditën kur humbi më të dashurit e tij. Vështira, mirë më vështirë me bënë që kur përshuëm që nuk ka drejtësi, drejtësia mungën, kem mendu se sa kur që kalën shkënë duke u lecuar mirë, po ishe kundërta, është një ndjenë shumë e rëndë, është një ndjenë dhe mbjashtuhet. Po atë ditë, forcat serbe kryen masakër edhe në Çikatov të vjetër. Sokol Morina e Petrit Morina flasin për të merrën asaj dite. Fshatin e ka rrethëku në orët hershme të mëngjesit, ka hinë shtëpi për shtëpi dhe në ka nxirr me forcë gjithçka më dhunë, edhe nga shtëpia tona na ka nisë në drejtim Drenasit, gra fëmijë ka nisur në drejtim Drenasit, ne na ka marrë, na ka dërgu në një obor të kushërinit Ilber, ku mashkulli prej moshës 14 vjeçare deri në moshën 92 vjeçare na ka vrarë, na ka masakruar 24 civil të pafajshëm. I më konë para përshkatime, që të farë masakre i më konë edhe une, vllazët më kanë vrarë, vetë ju më shtu, këna hije, këna vujtë, po më duke sikur qatë ditë kur kanë duke dhe e farë masakre sikur sa. Për të bërë homazhe në Poklek e Çikatov ishte edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Kemi kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të merren me rastet e krimeve të luftës, prandaj edhe nga këtu bëj thirrje që institucionet e drejtësisë pavonesa të adresojnë krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Homazhe e nderime në Poklek e Çikatov bën edhe nga komuna e Drenasit, bashkëqytetar e të tjerë. Seminari Dita e Zhvillimit Urban të përshtatur ndaj ndryshimeve klimatike ka mbledhur në Fakultetin e Arkitekturës student, profesor dhe përfaqësues institucional për të diskutuar për të ardhmen e qyteteve në Kosovë. Në këtë aktivitet, studentët prezantuan projekte konkrete për disa qytete të vendit. Dërsa Ministria e Mjedisit Fitore Pacolli prezantoi reformat që synojnë transformimin e planifikimit hapësinor në vend. Sipas saj, një nga ndryshimet kryesore është shkurtimi i kohës për hartimin e planeve zhvillimore dhe digitalizimi i proceseve.